pse ka çvën ushqimi? Unë gjithë ditën jam lodhën punë, edhe ti akoma se ke bërgati darkën. Çka bën gjithë ditën ti? Erdha në shtëpi me kurrizin e thyer nga lodhja. Duart i kisha të ashpra nga pastrimi i shtëpive të tjerëve. Mendova se më në fund do të ulesha, por sa po kalova pragun, e kuptova që pushimi nuk banonte këtu. Quhem Roza dhe punoj si ndihmëse shtëpiake. Gjithë ditën në këmbë, duke gatuar për të tjerët, duke pastruar atë që se kam bërë pis unë, duke rregulluar jetët e të tjerëve, ndërsa jeta ime ishte në rrëmuj. Kur hyra brenda, pash të njëjtën pamje. Pjatat pista në lavaman, rrobat e hedhura kudo, krevati pa rregulluar. Në koltuk ishte Besniku, im shoq, me celular në dorë dhe televizorin me zë të lartë. Nuk më tha as si ja kalove, as a je e lodhur, as gjë. Lash çantën, hoqa këpucat me dhimbje dhe shkova direkt në kuzhinë. Fillova të gatuaja sërish. Ndërsa orizi zjente, fshiva dyshemen dhe vura rrobat në lavatriçe. Besniku, pa lëvizur fare, tha se kishte uri. Pastaj shtoi se ishte i dërmuar nga puna. Unë nuk u përgjigja, sepse po të flisja, do të shpërtheja në lot. Teksa laja pjatat, mendova sa absurde ishte. Në shtëpinë ku punoj, më respektojnë oraret, kurse në shtëpinë time, askush nuk e respekton lodhjen time. Atje më falenderojnë, këtu çdo gjë merret si e mirëqen. Kur e çova ushqimin në tavolinë, Besniku pyeti, pse kaq vonë? Kjo fjali më shpoi shpirtin më shumë se dhimbja e kurrizit. Qëndrova e pa lëvizur, mora frym thellë dhe për herë të parë nuk vazhdova të vrapoja. Pash duart e mia, pash veten në pasqyrën e korridorit dhe kuptova diçka që askush s'ma kishte shpjeguar kurrë. Të dashurosh nuk do të thotë të shërbesh pa pushim. Dhe martesa nuk është një peshë që duhet ta mbaj vetëm një person. Nuk dua të më mbaj kush, nuk dua të jem mbretëresh, dua vetëm një partner, sepse të vish në shtëpi nuk duhet të ndihet si të hysh në një punë tjetër, pa rrog, pa pushim dhe pa mirënjohje. Ka miliona grasion që bëj një turn të dytë që askush se sheh. Është bërë normale që ne të mundemi me çdo gjë, edhe pse brenda jemi të dërmuara. Po ju, si mendoni? A është shtëpia përgjegjësia të dyve? Apo vetëm e atij që mundet me të gjitha?